Sulmuesi Majorkës Vedat Muriqi ka shënuar 10 gola deri më tani në La Liga, duke vazhduar të mbetet lojtari kryesor i klubit spanjoll. Edhe pse Majorka aktualisht renditet në vendin e 16 me 18 pikë, pothuajse të gjitha këto pikë janë fal Piratit kosovar. Sezoni 2025-2026 kishte nisur keq për Muriqin. Në ndeshjen e parë ndaj Barcelonës, ku Majorka u mposh 3-0, ai u ndëshkua me karton të kuq pas një goditjeje pa qëllim ndaj portierit Juan Garcia. Por që atëherë Muriqi ka rikuperuar shpejt dhe ka shënuar 10 gola për skuadrën e tij. Klubi i Majorkës ka publikuar 10 foto nga 10 golat e tij në këtë sezon. Ai hapi serinë e golave ndaj Real Madrid në humbjen 2-1 dhe më pas shënoi 2 gola ndaj Espanyol në fitoren 3-2. Goli i tij ndaj Atletico Madrid në barazimin 1-1 e çoi numrin e golave në 4. Pas 5 ndeshjeve pa gola, Muriqi u rikthye me një gol ndaj Sevillës në fitoren 3-1 si mysafir. Ai shënoi gjithashtu golin e vetëm në fitoren 1-0 ndaj Getafes dhe vazhdoi me 2 gola ndaj Osasunës në barazimin 2-2, duke e quar në 8 numrin e golave të tij. Në dhjetor gjeti rrugën arjetës ndaj Elches në fitoren 3-1 dhe mbylli vitin 2025 me një performancë të shkëlqyer. Ky vit i ri nisi po ashtu me gol për Muriqin në ndeshjen e 4 janarit, ku Majorka humbi 2-1 ndaj Gironës, ndërsa golin e vetëm e shënoi ai. Vetëm Kylian Mbappé me 18 gola dhe Ferran Torres me 11 gola e kanë tejkaluar, ndërsa pas Muriqit renditen emra si Robert Lewandowski me 9 gola, Chucho Hernandez me 8 gola dhe Lamine Yamal, Julian Alvarez dhe Rafinha me nga 7 gola.